Sot kemi dalë në sheshin e Prishtinës për t'i pyetur qytetarët sa duhet fëmijët pas moshës 18 vjeçare të dalin të punojnë e të kontribojnë për t'i ndihmuar familjes së tyre. Se çfarë thojnë ata, do ta zbulojmë tani. A mendoni që pas moshës 18 vjeçare fëmijët duhet me dalë dhe me punu me kontribu me ndihmu familjes? Mosha tine nuk është as pak e levërdishme për më marrë me punë, po ndoshta ka dikush që s'ka ku fartar, s'ka kush punon, edhe duhet me dalë patjetër. A jeni pro ju për me dalë fëmija juaj për shembull me punu? Po s'po di çka me thonë tash, fëmijën e mëdha i kom krejt nuk ka nevojë sicilian punëson. Kur kanë qenë ata 18 vjeçare? Jo, unë nuk e kom lanë. Unë nuk e kom lanë, kom punu me vetën me tanë fuqinë time, edhe nuk i kom leju, domethënë si e kom siguru domethënë jetën. A mendon që edhe pas moshës 18 vjeçare duhet me dalë dhe me banu vetë fëmijët tash në këtë kohë? Se di, te na, për shembull perëndim kam jetu një 4 vite. A që ishte normale, na dihet. Na s'kemi mundësi me siguruar, duhet prindi gjithsesi me prit deri në atë moshë, nëse më sajna edhe me mundësu domethënë jetën normale. Mendon që pas moshës 18 vjeçare fëmijë duhet me dalë me punu me kontribu me ndihmu familjes? 18 vjeçare, jo. 18 po, gjithqysh. A mendon që duhet gjithashtu edhe me dalë me banu vetë, larg familjes? Jo, me banu vetë i vogël, 18 vjeçare i vogël. Shiko, njeri deri sa punon, sa mund me punu e jeton. Kur ta lën punën veç është rënimi tina. Puna veç e ndihmon, puna nuk e ludh kërkon. Sa të mund njeri me punu, njeri është i obligum. Unë e dejnë 70 vjetë me më vetë, më thonë aje ludh, o konë fjallë ofenduse për mua. Se ludhe demeli i ludhun hinë punë, i ludhun delë. E punëtori nuk ludhet kur. Punëtori punon edhe flan mirë, han mirë. A mendon edhe pas moshës 18 vjeçare duhet me dalë me banu vetë? Më varet pe sjelljeve tina, nëse ajo është krejt në gjendje normale, po më në psiqike, nuk e pengon kërkonin, ma mirë me rënohen familje. Unë e kom familjen, po unë e kom bo moshën 94 vjetë. Ata të rritë i kom mesa, po ata kanë jetën e vete. Unë nuk muj me obligu ata me thonë, hajde bom në shoqni mua. Unë e kom me tjetën qështu po më she. Rri që tu ka 3-4 orë, nuk gjoj njeri me kalue 5 minuta me ta. A mendon që pas moshës 18 vjeçare fëmijë duhet me dalë me punu me kontribu për me ndihmu familjes? Prej cilës mosh? Prej 18 vjetë. Normal, mosha e madhorisë. Trajtohet madhor në moshën 18 vjeçare i riu, edhe i merr gjitha përgjegjësitë dhe obligimet. Ndaj tij në bazë ligjit, prindi ma s'ka obligime ligjore. Përgjegjësitë janë personale. A mendon që duhet me dalë edhe me banu vetë kur të kalë moshën 18 vjeçare? Në qoftë se mujnë me u pavarësu edhe financiarisht, do të thotë që s'kanë nevojë për përkrahjet familjes, kish me qenë shumë e preferueshme, mirë po është pak e vështirë se ende si 18 vjeçar nëse s'është marrëdhënie pune, nuk ka të ardhurna të rregullta, s'mund të pavarësohet. Mendoni që pas moshës 18 vjeçare fëmijët duhet me dalë me punu për me ndihmu familjes tyre? Vërtet është ajo të thonë, ma mi me dalë me ndihmu familjes se me dalë rrugë. Nuk përdoj me sene pisat. Gjithashtu a mendon që duhet me dalë me banu vetë pas moshës 18 vjeçare? Jo, një herës mundet. Tash ka s'pëndohë, tash s'ki që ka pritet. Me krazu tash moshën të hemes çfarë të marrë tash. Ata i ntrinë, duhet më kapë njerë, më lidhë me familje të ëni. Kur të bënë 25-6 vjetë, 30, mundet më do për familje dhe më jetuhe.